arduarisht Shqipëria brenda këtyre afateve të realizojë jo vetëm legjislacionin, po implementimin e tij në mënyrë që të adresojmë këto çështje. Pra me fjalë tjera të kemi ujëra të pastra, të kemi ujë të pishëm, 24 orë me 7, të kemi mungesë plerash apo menaxhim të tyre. Ka një pritshmëri që mendoj që dhe kjo lidhet me kulturën tonë, që kur ne themi 2030 si afatin e fundit për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka një pritshmëri se mbas atij momenti gjithçka do të jetë parajs. Dhe ka një pritshmëri nga qytetarët që mjafton vetëm që të futesh në Bashkimin Evropian dhe aty përfundon gjithçka, hallet edhe problemet tona mbaruan dhe ne tani do të jemi vetëm të lumtur, mirë, e gjithçka do të shkojë mirë. Thash, lidhet pak dhe me kulturën tonë, duke pritur pak nga jashtë, më shumë se sa nga brenda dhe historira tilla që lidhen me të shkuarën. Mirë po, pa diskutim që dhe këtu do më duhet që ta rithem dhe njëherë fjalën proces. Këto ligje që ne kalojmë sot dhe që po mund të jenë edhe më të modernizuara, edhe të një standardi pritshmërie më të lartë nga se komuniteti mund të ndjek, në fakt nuk do duhet që të jenë domosdoshmërisht të gjitha të implementuar në 100% e vet në 2030-ën. Këto do të jenë procese që do të vazhdojnë dhe fakti që ti me legjislacion sot vendos disa piketa, kjo do të thotë që ti shtron rrugën përpara që tashmë implementimin ta kesh shumë më të thjeshtë sepse ke një kuadër ligjor dhe ke disa kushte dhe kritere mbi atë çfarë do implementosh në realitet. Por kjo nuk do të thotë që me kalimin e ligjit sot të nesërmen të gjitha ujërat do të jenë të pastra apo të gjitha plerat do të shkojnë në reciklim apo mënyra se si ne do të ndajmë koshat do të jetë sipas standardit evropian që në ditën e parë që ne do të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe kjo është një detyrë që Bashkimi Evropian e vendos sot, por dhe ai e pret vet si organizëm që Shqipëria do të ketë momentin e vet dhe dekadën e vet të përshtatjes. Edhe ka një moment përshtatje, ndaj edhe po bëhet një edhe debat në fakt në Bashkimin Evropian se si mund të quhet një antarësim i butë apo një Kjo në fakt ishte pyetja ime e radhës. Kemi së fundmi një deklaratë apo një letër publike të kancelarit Merz, i cili flet specifikisht për Ukrainën, Moldavinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku natyrisht Shqipëria dhe Malizia në ballë të përpjekjeve për integrim. Dhe ajo letër duket se rezonon me një kërkesë të bërë pak më herët nga zoti Rama, zoti Vučić, në një editorial që ata kishin shkruar për një të përditshme gjermane, që kërkoni një lloj kandidimit të asociuar të Shqipërisë, antarësimit të asociuar, më falni, ku Shqipëria mos ketë drejtën e vetos apo të ketë komisioner, gjë që ka përsëritur shpesh zoti Rama ndaljet e tij publike, dhe duket që ajo që ofron kancelari Merz është në këto rreshta, pra në një farë mënyrë akses të tregu unik evropian, akses të disa nga përfitimet që lidhen me proceset e integrimit evropian, por jo të drejtë veto, jo të drejtë përfaqësimi në komisione e tjera me radhë. Ndërkohë që për ta përmbyllur pyetjen, Zelenski në dalje publike e ka kundërshtuar çdo lloj ide e cila nuk flet për antarësim të plot me të drejta të plota të Ukrainës. E njëjta gjë ka ndodhur me Moldavinë. Pra këto vende që dikur ishin shumë më mbrapa dhe s'u konsideroheshin që ishin pjesë e Bashkimit Evropian, duan antarësim të plot. Shqipëria, Serbia, do një vend tjetër i rajonit kërkojnë antarësim jo të plot. Si e komentoni? Personalisht nuk do ta ndaja dhe nuk do ta quaja antarësim të plot ose jo, sepse antarësimi një dhe i vetëm është pra ose je pjesë e Bashkimit Evropian ose nuk bëhesh vend antar i Bashkimit Evropian, por qasja ime personale është që për vendet cilat kanë problemet e tyre të brendshme që vinë pa diskutim prej të gjithë sektorëve dhe kohrave dhe historisë që kanë kaluar, si Shqipëria është një ndër to, duhet jemi pak më koshient sot se Shqipëria ulur në tryezë të Bashkimit Evropian nuk ka as të njëjtin kapacitet si Gjermania apo si vendet tjera të cilat kanë qenë në kryet herës në ballë të kësaj organizate dhe patjetër që i ka të gjitha shanset për të shkuar atje, por për mos qenë shumë shtrënguese edhe dinamika brenda vendit. Për gjithçka që ne folëm për siguri ushqimore, ne folëm për mjedis, ne folëm dhe për drejtësi, ama është dhe arsimi, është dhe shëndetësia, dhe siguria, janë shumë sektor, në të cilët Shqipëria duhet që të arrijë një standard të cilin deri më tani ka demonstruar vetëm që e kërkon dhe e do, por nuk ka demonstruar një potencial konkret që a mundet t'i arrijë të gjitha në një afat kaq shkurtër apo jo.